zonja do dalin gjyq në shkallë parë shkallë, nëse gjykata e dënon mirëpafshëm, vazhdon e dyta është fakti që ne po ngatroni, kjo është mas shtrënguese. Kjo është që të bëj burg derisa prokuroria me provë të mbledhi provat dhe të provoj fajsin. Arben Ahmeta ka 2 vjet e gjys që sot si ka shku çështja në gjykim. Në gjykim. Tani ne themi pa ta marrë 2 vjet e gjys burg ti, po gjetën ta mbaj një 10 vjet. Burg dhe pas e marrë. Ne s'po flasim për këtë, për fajsin. Ka dhe diçka që ti mund ta pezullosh. Shqyr më që erdhi kjo ditë, por aman, shqyr. Vendim gjykate. Do qaj beri si po na sheve, do i dalin lotët, do kulloj nga dhimbja. Kështë gjithë empati që vjen pezullohet dhe kryeministri dhe zëvendës kryeministri me vendim gjykate në kuadër të një çështje penale. Por kjo mund të sjellë një efekt domino, sepse mund të sjellë destabilizim të brendshëm. Fare, zero. Nuk ka që ta kontrolloj situatën. I parashikon kush po të gjitha hapat. Diskutimin e të drejtave të njeriut tu, kreti drejt, sipas meje, të tipit që pse duhet shkojë në paraburgim kur nuk është gjykuar dhe nuk ka dalë fajshme, deri ditën që mund të zgjatet gjykimi dhe mund të rritë 2 vite atje. Un kam një pyetje për Qyron në kuadër të gjitha të drejtave, jo vetëm të një ofiçarit lartë, siç është rasti Balluku, po edhe të njerëzve tjerë. Sa njerëz po i qëndrojnë nëpër gjykata në paraburgim, në dijenin tënde? Shikon, në dijenin time, pjesën më të madhe të paraburgimit e zënë gjykatat e përgjithshme. Po. Spaku zë një diferencë shumë të vogël, sepse edhe çështjet penale që i ka në raport me gjykatat e përgjithshme janë shumë. Po spaku në raportin e vet. Jo, nuk e kam ke spaku fare, tani dua dalë ke njerëzit. Kjo nuk është. Pritë, Rajt, të lutem. Kjo s'është çështja. Qyro, sa përqind e njerëzve që nuk janë gjykuar ende dhe janë në paraburgim sipas dhënave tua përafërsisht? Faktin 75%, 80% të njerëzve që kanë çështje penale dhe hetohen për një vepër penale, tani fillimisht futen paraburgim, rinë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, qoftë edhe 1 vit. Por me vendim gjykate ama. Me vendim gjykate gjithmonë dhe pastaj mund të zbutet masa sigurisht, por prapë je në arrest shtëpie. Arresti i shtëpisë është ekuivalent njësoj si burgu. Pra, Anri, norma në Shqipëri është kjo. Burgu. Dhe çështja është që kjo norma në Shqipëri, politika nuk është ngritur asnjë ditë jetës vet. Të bërtas për ata 75% që rrinë në paraburgim dhe në këtë rast po vërtet fort, pse mos u ndodh në një ofiçar të lartë? Pra këtu diskutojmë. Ne po i çajm hallin ja 20-30 vitave në Shqipëri, tani më vjen keq, nuk është çështje fare kjo. Jo 20-30. Nëse janë 200, nëse janë 500, asnjëri nuk do të ndodhë rast. Dhe ka një arsye pse janë në burg. Ka arsye se prokuroria ka zbuluar që ka shantazhuar dëshmitar. Unë po marr të mirëqen që është shkelje drejtave penale. Po e marr të mirëqen, më është shkelje drejtave njerëzit. Më fal. Pse nuk u ngrit politika dhe për shkelje të tjera drejtave njerëzit? Politika e ka votuar në parlament vet. Drejtësia nuk do vehet kurrë në vend derisa ata që kanë qenë të paprekshëm, pra këta që sot po e provojnë, të indinjohen njësoj si ata që janë të indinjuar. Pra, derisa këta ta kuptonin nevojën që ka emergjencë drejtësia edhe të qytetarët e thjesht, dyti vite këtyre mbi halli shqiptarëve. Po ky është halli shqiptarëve, më falni, kur doni mos kam dorë që u lag Belindes. Tani u kujtuam. Shqiptarët janë me drejtësinë, ore, doni s'doni, 75% po kur e kanë marrë? E kanë marrë apo jo? Kjo është pyetja. E kanë marrë apo jo? Janë tjetër prokurorë spakut, janë tjetër prokurorë kriminalistë me çfarë të rënda, e kanë marrë drejtësi shqiptarëve, apo janë ata që ngrenë armët në sallat e gjyqit? E kanë marrë drejtësi shqiptarët apo jo? E kanë marrë për pronën, e kanë marrë për jetën. Po pse se kanë marrë? Për shkak të këtyre që ti po i mbron sot. Ti po i mbron këta sot. Jo, s'po mbroj këta. Jo, nuk po mbroj. Po i çake hallin e Jovelia dhe Arben Ahmeta edhe Balluku. Nuk po mbroj këtë, nuk po mbroj shqiptarët. Se po i ndodh këtyre tani kurriz, ta themi me që ka ndodhur këtyre, ti vrasin dhe këta të tjerë. Tani kujdese ti për këtë gjë. Ora, do kam 20 vjet që kujdeset. Kam 300. Është moment historik. Editoriale mbi drejtësinë. Kam lënë prokurorë gjyqtar. Sintetizojmë pyetjen. Po shkojnë të paprekshmit para drejtësisë, është moment historik. Se ka filluar profesioni sot. Nuk ka të bëjë me emrat përveçëm fare kjo gjë. Ora shtyp Anri Bala, të dalin mbi 300 artikuj për 300. Po se vemo në diskutim fare, po çështja është kjo. Po kam 20 vjet që flas, më kur do ti? Po kur doni u të flas? Ka të bëjë me emra kjo, po se kam 20 vjet që flas për këta. O do ndahemi nga pandëshkueshmëria dhe korrupsioni të 35 vite. Pa drejtësia duhet ndan, pa drejtësia. Pandëshkueshmëria nuk është drejtësi. Vjedhur. Jo, pandëshkueshmëria me normën apo përballen nuk është drejtësi. Po dori teza të dyve. 400 shkrim ai, po i ka para Ernovelia dhe pas Ernovelia. Për të kuptuar pak se çfarë ka ndodhur dhe pse është kjo shtyrje, duhet shkojmë te ajo seancë që është mbajtur në gjykatën kushtetuese.
ka patur 3 pika që duhet t'i themi dhe që kanë qenë ato që kanë çeduar në ngritjen e akuzës dhe në qëndrimet që ka patur dhe SPAK dhe GKK-ja. Ka qenë pyetja e parë që ishte bërë përfaqësuesit të SPAK nga një antar e gjykatës kushtetuese, zonja Xhaferllari. I ka bërë pyetjen: nëse ne pranojmë këtë kërkesë, a do vini ju me kërkesa të tilla në të ardhmen që ta pezulloni ministrin dhe ekzekutivin në të ardhmen? Ka qenë evazive përgjigje. Jo, s'ka qenë evazive, Arbër, se është një nga përgjigjet më brenda kornizës, ka thënë, nuk kam ardhur këtu për ushtrim logjik, kam as për krijuar ose jo president, kam ardhur për rastin konkret. Aty kanë qenë aty krijohet kam bindje personale, ma mblini mua këtë qëndrim, që është plotësisht një qëndrim i trajnuar I tillë. Vijojmë. Por e luta hapur rastin e dytë ai të merrte rastin e parë, ta ngjit aty dhe thotë urdhëro. Qyron, jam plotësisht dakord me ty, po të them që nuk ka qenë evazive përgjigja.